Horoskopi për ditën e njëjtë 18 qershor 2026. Tashi. Për ju, dita nis mjaft mirë. Do të ndihesh me plot vullnet për të vënë në rregull punët e tua. Nëse je duke u marrë me ndonjë projekt të veçantë apo po mëson diçka të re, në këtë ditë është një moment që ti do të shkëlqesh. Mund të ndihesh mirë me angazhimet që ke marrë përsipër. Megjithatë duhet të kesh kujdes nga pasditja. Hëna bën një kënd të vështirë me Marsin dhe kjo mund të bëj pak nervrik, ose me dëshirën për të vërtetuar me çdo kusht që ti ke të drejtë. Mund të lodhesh pak sa të gjesh gjuhën e përbashkët me të tjerët, por mos u dorëzo sepse në fund do t'ja vlen. Ngjyra me fat, jeshile. Koha me fat 9:30 deri 11:30. Demi. Në fillim të ditës do të jesh pak serioz, me një dëshirë të madhe për të mbaruar punë. Përgjegjësitë që ke mbi supe nuk të rëndojnë, përkundrazi do të ndihmojnë të bësh përpara. Me hënën që qëndron në shtëpinë tënde të katërt, ke dëshirë të rrish me njerëzit e tu dhe me vende që i njeh mirë. Gjithsesi, Marsi po të jep guxim të provosh dhe diçka ndryshe. Më vonë gjatë ditës mund të kesh disa fërkime në familje, sepse punët e shtëpisë mund të prishin planet personale, por kjo do të shërbejë si nxitje për të gjetur një zgjidhje të përbashkët. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat është mëngjes. Binjakët. Sot mendja juaj binjak punon me shpejtësi të madhe. Hëna ndodhet në shtëpinë e komunikimit, ajo të shtyn të kërkosh gjëra të reja dhe të merresh me shumë gjëra njëherësh. Mëngjesi nis me një ndjenjë përgjegjësie dhe do të ndihesh mirë që po punon për diçka që ka vlerë në planin afatgjat. Nga pasditja, lidhja e hënës me Marsin mund të bëhet pak më delikat se zakonisht. Mund të humbësh durimin shpejt gjatë bisedave ose mund të acarojnë disa sekrete. Ndaj, për t'u qetësuar, fokusohu tek qëllimet e tua të mëdha për të ardhmen. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat mesditë. Gaforja. Sot për ju gafore, hëna po kërkon të merresh me financat dhe të mirat materiale. Një ditë e qetë do të ishte ideale që të stabilizosh emocionet. Do ta kesh të lehtë të tregosh vetë disiplinë, sidomos nëse puna që po bën po të pëlqen. Je më i duruar dhe më i fokusuar dhe po organizon çdo gjë me mend në kokë. Kjo periudhë tani të ndihmon të mbyllësh disa punë praktike. Kujdes në fund të ditës, pasi situata mund të ndryshojë pak. Ka mundësi të hutohesh ose të mërzitesh nga disa probleme të kota me njerëzit rreth teje. Ngjyra me fat, ngjyrë hiri. Koha me fat është pasdita. Luani. Me hënën që hyn në shenjën tënde ke një energji të mirë, por që në mëngjes do ta shohësh realitetin drejt në sy. Është dita e duhur për të vendosur disa kufi dhe të bësh përmirësime. Një projekt i ri po të jep një qëllim më të qartë në jetë. Nga ana tjetër, edhe në punë po ndodhin gjëra të rëndësishme që po kërkojnë vëmendje. Pasdite, mos i merr gjërat shumë personale dhe mos u nxito, sidomos nëse je nën presion nga rregullat apo nga shefat. Shfrytëzoje ditën për të kuptuar se çfarë ndjen vërtet. Ngjyra me fat, kafe. Koha me fat është në darkë vonë. Virgjëresha. Sot është një ditë e shkëlqyer për të bërë kërkime për studime apo për të gjetur zgjidhje në punë. Kur fokusohesh te një gjë që të pëlqen, harron çdo gjë tjetër dhe kjo të bën mirë. Po kërkon pak më shumë seriozitet nga njerëzit që të rrethon. Dhe kjo është një periudhë e mirë për të fituar besimin e dikujt që ti e ke vërtet për zemër. Hëna ndodhet në shtëpinë e 12 tënde që do të thotë se trupi dhe mendja po të kërkojnë të pushosh dhe të karikosh bateri. Më vonë mund të kesh disa shpërndarje vëmendje ndaj zgjidhje të merresh vesh me atë që ka vlerë për ty. Ngjyra me fat, vishnje dhe blu. Koha me fat 5 deri 7 pasdite.
Peshorja. Në pjesën e parë të ditës do ta kesh shumë të lehtë të humbasësh pas punës dhe të jesh produktiv. Nëse bashkëpunon me dikë tjetër për të mbyllur një detyrë, do të kesh shumë sukses. Por me kalimin e orëve, ke një tendencë të marrësh më shumë përgjegjësi se sa mban. Edhe nëse planet apo qëllimet nuk i ke plotësisht të qarta, mos u shqetëso, nuk ka asgjë të keqe. Mos lejo që dëshira për të vepruar me nxitim të prish punë. Para se të bësh ndryshimet e punët e tua, mendoje mirë se çfarë ke nevojë vërtet për përmirësim. Ngjyra me fat e kuqe e zezë, koha me fat 12 deri në 14. Akrepi. Mëngjesi nis me një energji shumë të mirë për të marrë me punët e përditshme, shëndetin dhe detyrimet. Ndihesh mirë kur fokusohesh tek diçka konkrete dhe sheh që po ecën përpara. Mund të dalin disa përgjegjësi të papritura, por ti je i shpejtë dhe do të dish të përshtatesh menjëherë. Sot do të duhet të gjendesh pranë edhe të tjerëve. Pasdite ndoshta do të jesh pak më i ndjeshëm ndaj fjalëve që do dëgjosh, prandaj tregohu i kujdesshëm. Sot njerëzit kanë tendencën të flasin para se të mendohen. Ngjyra me fat është gri dhe bezh. Koha me fat është mëngjes. Shigjetari. Qysh në mëngjes do të kesh dëshirë dhe vullnet për të marrë me një projekt kreativ, me një hobi tëndin ose me studime. Mendja po të punon mirë dhe mund t'i tregosh dikujt dashurinë tënde përmes veprimeve praktike dhe ndihmës konkrete, por jo me fjalë boshe. Më vonë mund të ndjesh pak presion për të mbyllur punët e mbetura pezull. Në fakt, po të rrish kot edhe do të stresohesh më shumë. Do të ndihesh pasionant për idetë dhe opinionet e tua, madje edhe do t'i mbrosh me thonjë nëse dikush i prek. Përdore këtë energji të ditës së sotme për të bërë përmirësime reale. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat është pasdite. Britsjapi. Në pjesën e parë të ditës, çdo gjë ecën mbar, sidomos me parat, biznesin apo çështjet e shtëpisë. Marrëdhëniet me të tjerët janë në qendër të vëmendjes, po ndihmon dikë dhe kjo do të vlerësohet shumë. Nëse merresh me shtëpinë apo me një punë praktike, do largosh gjithë stresin. Mjafton të mos nxitohesh dhe t'i bësh gjërat shtruar, hap pas hapi. Nëse i tepron dhe lodhesh shumë në mëngjes, pasdite do të ndjesh tensionin, sepse energjitë do të jenë të shpërndara. Ndaj llogariti mirë fuqitë e tua. Ngjyra me fat gri dhe e zezë, koha me fat është mesditë. Ujori, në mëngjes do të kesh një ndjesi pak më serioze ose të kujdesshme se zakonisht. Do t'i pikasësh gjërat në detaje dhe do të kuptosh ato që nuk funksionojnë siç duhet. Bisedat me njerëzit mund të jenë konstruktive dhe do të japin mbështetje. Nga pasditja, në familje ose në shtëpi mund të dalin në sipërfaqe disa pakënaqësi të vjetra që duhen sqaruar. Edhe nëse do të ndihesh i hyer apo i mërzitur, mendoje kështu, ky tension i brendshëm vjen nga dëshira jote për t'i bërë gjërat më mirë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 10:30 deri 12:30. Peshqit. Pjesa e parë e ditës është perfekte për të vënë në vijë financa dhe për të zgjidhur një problem praktik. Fatmirësisht yjet po të ndihmojnë të jesh i prerë në punë dhe në biznes. Nëse i përkushtohesh një çështje të veçantë, do të pastrohet dhe mendja nga idetë e rënduara. Hëna sot të kërkon të merresh me gjëra të vogla dhe punët të mbetura përgjysmë. Më vonë, disa shpërndarje e vëmendje mund të ulin pak produktivitetin, sidomos nëse je emocionuar nga një ide e re por ke shumë ngarkesë. Me pak më shumë fokus do ja dalësh mban shkëlqyeshëm. Ngjyra me fat blu akuamarin. Koha me fat 17 deri 16:30.